Jam të e fort prej përvojës temën. Për kur gjo mos u kujdes më shumë se sa për mbrëndin tënde. Sepse ti materializmi normal që është mirë me pas, është mirë me pas edhe një vend punës, është mirë me pas edhe një partner të mirë, është mirë me pas edhe fëmijë të mirë, edhe me pas një shtëpi të mirë, me pas një kërë të mirë, edhe krejta është mirë me pas. Por, kur nuk e ki paqen shpirtënore, ti nuk i kur gjo. Bashkë heq kur gjo. Sepse, kur s'ki paqe shpirtënore, ti gjithmonë je i mvarur nga bota jashtme. Edhe kur je i mvarur nga bota jashtme, gjithmonë ka me dalë diçka që ty ka me të marrë energji. Gjithmonë ka me dalë diçka që ty ka me të bërë nervos. Gjithmonë ka me dalë diçka që ti ki me reagu. Gjithmonë ka me ardhë një person që ka me të aprish qefin. Gjithmonë. Edhe më së një tash për shembull, e keni vend punës mirë, po del dikush, nervozon, reagon pa lidhje, hiç mos shkon më larg, se sa në rrugë, nashta jetë hy blokerit, del dikush, po nervoz, anikne, reagon. Edhe në këtë mënyrë, na energetikisht nuk jemi heq kërkon, edhe në qëtë mënyrë, na të rejkim senet, të rejnë në ndodhin senet mira të këqia, në ndodhin aksidente, në ndodhin prishet kerreve, në ndodhin humbje poresh, të vinë qeka pa lidhje, se kupton as vetë. E pse ndodh krejt kjo? Sepse ti nuk je ka din me menaxhu mbrendin ton dhe thelbin ton, vetën tonë të vërtet. Na njerëzit jemi mësu me u identifiku me unë jam kë, unë kam këta, unë kam ata, ama vetës tonë të vërtet nuk i intereson heq kur gjo. Ajo do me konë me kry misionin e vetë këtu. E kur na kapëm për materializëm, kapëm për identitete, kapëm për rolet ndryshme, atëherë sa jetu misionin tonë që vërtet kjo orë për atë arsye në këtë botë. Shumë pak, 95% heq, 95% jetë ty vepru në bazë strukturës psikologjike, në bazë egos tonde, në bazë identitetit tonë pra, dhe kështu më rrallë. Edhe masanaj normal, thelbi tonë pra nuk i intereson heq. Aje masanaj ty, si shpërblem, sepse nuk e ty lujtë rolin tonë që e ketë përcaktuar në këtë botë, bile, ja u kisha sugjeru filmin dhe Soul me shiqu që është vërtet me një mesazh shumë mirë edhe tregon qartë se si funksionon, pse kemi orë në këtë botë, edhe mos më ka veç për materializëm, po me kuptu, me mu kap ma shumë për vetin tonë të vërtetit. Vetja jote e vërtet, pra është ai zoni i mbrëmshëm, nuk e di, a e ke provu ndonjëherë, vetëm se këto mundesh me ditë shumë mirë. Po, tek kur fillon me punu me vetin tonë, kur fillon me kthy fokusin mrena vetes, e jo krejt jashtë, tek çatëherë. Pra, thirrja jeme është për ty, nëse jetu e shiqur tani këtë video, mos kërko kur gjo ma shumë, sepse kur gjo nuk ka me ta pru qetësinë shpirtënore për pos puna me vetin tonë të mbrëmshëm. Pra deri sot nëse ke pos fokusin krejt në botën e jashtme, ndryshoje që nga ky moment që tash, edhe nisja mas pari me pyet çka është ka thot, edhe çka me bo, edhe si me kuptu kush jam. Tek që atëherë ki me konë i lumtur, ki me konë i knaqun, ki me konë i paqe me veten, edhe ke me pas një jetë më ndryshe. Beson së është e vërtet, sepse unë kur nuk dal me fol diçka para njerëzve pa e provu vetë. Kështu që beson. Jo, mësën beson, provoj e vetë për disa herë edhe këqyre si që shpo ndryshon jeta jote.